Hasani i Madh i Frashërit dhe Butka është botimi i ri i autorit Vepror Hasani, një libër që trajton gjerësisht historinë e fshatit Frashër të Përmetit si një qendër patriotike dhe vëllazërimi, një vend banim që vijon të mbahet mend si një vatër e shenjtë e Shqipërisë, e njohur për patriotizmin e vet, por edhe për tre personalitetet e shquar, Naimin, Samiun e Abdylin. Autori ka hulumtuar në arkiva e dokumentacione të kohës, duke arritur të sjellë të plot historinë e këtij fshati të njohur të Shqipërisë, por edhe të familjeve të mëdha që kanë jetuar në të, duke pasqyruar edhe një pjesë të veprimtarisë së tyre. Ndër të tjera në këtë botim trajtohet gjerësisht edhe historia e Hasanit të Madh të Frashërit, i cili ka qenë i pari që përqafoi besimin musliman në këtë zonë, ndërsa përmes hulumtimeve, autori Vepror Hasani ka mundur të sjellë edhe pasardhësit e Hasanit të Madh të Frashërit, një prej të cilëve është edhe ai vet. Ky nuk është libri i parë i autorit, pasi ai ka sjellë edhe të tjera botime, duke u fokusuar kryesisht te historia dhe studimi i saj për zonën e Korçës, Kolonjës e të tjerë.